Korea e Veriut po rrikt shumë seriozisht kapacitetin e saj të prodhimit të armëve bërthamore. Kjo u denoncua nga Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore, duke folur në Seul. Agjencia raportoi një rritje të shpejtë të aktivitetit në një reaktor bërthamor, si dhe ndërtimin e impianteve të reja të shkrirjes bërthamore. Aktualisht, vëren Agjencia Atomike, Pheniani vlerësohet të ketë disa dhjetra koka bërthamore. Sipas zyrës së OKB-s, Korea e Veriut ka bërë përparim shumë domethënës, dhe janë dy shenjat që e bindën agjencinë për të dalë në këtë përfundim. Së pari, rritja e ndjeshme e aktivitetit në reaktorin bërthamor 5 MW Yongbyon. Nga ana tjetër, shtimi i mundshëm i një impianti të ri të pasurimit të uraniumit, një hap kyç për ndërtimin e kokave të reja bërthamore. E kjo do të ishte një ndërtesë që nuk ekzistonte më parë, duke kopjuar në mënyrë të përsosur formën e depove ku Korea e Veriut tashmë pasuron uranium. Të gjithë këta element tregojnë një rritje shumë të konsiderueshme të aftësive të prodhimit të armëve bërthamore të Phenianit, tha shefi i agjencisë. Ky vlerësim u konfirmua gjithashtu në mënyrë të pavanur nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, duke përdorur imazhe satelitore.